shumë të madhe, që më ka dhuru shumë, e kupto dhe më ka lënë shumë, dhe kjo që jam sot është pala ti. Kupto forcës, dashurisë, mirënjohjes, gjitha gjanat që më ka dhuruaj, më ka lënë ai mu pas. Dhe unë normal që do të kisha fëmijë ishte ai sot tu, por jeta ndryshon. Dhe në qoftë se unë tani kam prioritet karrierën, asnjë lloj të keqe s'ka. Sa njerëz që nuk i ndjen gjërat fikse. Çfarë problemi ka? Mas 2 vjeç bëm nën, i vit bëm nën. Me përsipër Mateu mu mat me mu për pjesën e familjes së tij, por ti si dashuruar akoma më valla. A kupton? Shiko, o tane ke vure që i shikon njerëzit që nuk janë dashuru, e shikon. E shikon sepse... Ore, pse unë e ndjej, o ti? Unë e ndjej shumë të ftoftë. Pse unë ndjej që ju dy për shembull ke një shoqëri dhe një kimi shumë të fortë me njëri tjetrin. Po, e vërtet. Për këtë që keni këtu. Po. Unë dhe Rogerti po. Pse unë për shembull vetë personalisht e di se e ndjej që ajo më do fort shumë. E ndjej, e kuptoj. Se kuptohet robi më burim. Femën Babaxhana jo? Por jo po e ndjej unë vetë që ka ajo Femën Babaxhana. Qysh shakimin e parë, qysh ka kam taku që kam dhënë dorën, e kam dirë që i thash ti do jesh shoqe jashtë, jo këtu, imagjinoje. Direkt se sa e kam prek. Pra, njerëzit kuptohen njerëzit. Kuptohen njerëzit. Këto tu me bo lojë, nuk mund të bësh lojë këto. Ati mund të bësh spektakël, do ta bësh show, se funit edhe kjo është një show. Kupta. Tanë, kthej i fija. Se avulli i bën që i bën shpejt. Që kanë shku këta?